Profesor Martini një fitore e merituar dhe shumë emocionuese. Kam bindjen se nuk keni shijuar ndonjë ndeshje, ndonjë fitore më shumë se sot. Po, është vërtet. Edhe sot bëm atë që nuk bëm në ndeshjen tjetër duke fituar 2-1 dhe duke fal golin e barazimit tek Gnatjes. Sot rregullum atë gabim që bëm atje, vujtëm për shumë minuta, pothuajse realisht Dinamo ishte më mirë se na në pjesën e dytë. Vujtëm, lujtëm me sakrificë maksimum, edhe dëmtuam, edhe me probleme, edhe kishte ndeshje karakterit, po ndeshje që vlen shumë sepse janë 3 pikë. Profesor, pas ndeshjes trajneri Daja në prononcimin për dëshat tha që vllaznisë kemi mësuar si duhet futbolli. Ke një koment për këtë? Me thonë unë këtë punë, mirë se kam lujtë futboll dhe të vllaznia, po ka njerëz që s'kan lujtë futboll kur s'kan këtë drejtë, sepse vllaznia dhe Dinamo janë legjenda me lojtarë të fushë dhe mësoj. Gjithsesi, unë them që sot Dinamo ishte më mirë se na, lujti më mirë se na vuni vështirësi. Mandej thash, e rëndësishmja e kësaj gjajit është marrja 3 pikëve, sakrifica e djemve që nga minuta parë dhe minutë madhe 5, 97, lanin gjithë shanë fush, edhe bravo i qoftë, jam prenur për të. Sa i karikoj deklarata juaj para ndeshjes për Serbian? Nuk e di, duhet me pyet djemt, unë jam thjesht një nërta. Për vështirëtarët karikojnë fakte tifozërinë, sepse ishte tepër aktive ditën e sotme dhe në fund kishte një falënderim për to. Unë jam dhe kam kënë gjithmonë me bën një futboll fair play në gjitha drejtimet. Po kur shoh që i dalin punës përpara, vinë losin karshines dhe bëjnë presion, karshi arbitrave, karshi njerëzve, mandej aty dalën pak nga vetja. Unë pëlqen vllaznia siç ka luajtur gjithmonë, shembull, edukata në maksimum, e pranoj pavarësisht sot se pranosh, e pranoj edhe duhet rokitën e kundërshtarit kur lot mirë, por kurse nuk mundesh me ofendoj qytet. Çfarë kishte më shumë kjo ndeshje profesor? Kja kishte të ekzaltuar shumë sepse e disha që është ndeshje e vështirë, e disha gjendjen fizike të futbollistëve mas këtyre peripecive që kishim kalu, edhe prandaj ishte shumë e rëndësishme fitoria, aq më tepër që kishim një rival që u dote më shkput, sepse me thënë drejtën edhe në fazën e parë kemi luajtur më mirë se ata, po kemi humbur. Sot luajtën ata më mirë se na. Thotë se Dinamo ju voi në veçërsi. Kush shfrytëzoi ekipi mik që mori epërsinë territoriale? Unë them që shënum golin, e arrit me atë që deshin për paraneshjes. Normalisht është kur bëhen të domosdoshme marrja 3 pikëve, përgjegjësia është shumë e madhe. Në ato momente të pjesë dytë, fillimin e pjesë dytë, u tërhekme sepse doshim e patjetër ky fitore. Normalisht nuk e kërkuam, por jam i vetëdijshëm dhe i kuptoj lojtarët sepse gjendja aty në thash nuk ishte aq e duhur. Profesor, Kallakun që doli i dëmtuar me Barret ka diçka serioze? Kallaku ka luajtur i dëmtuar edhe këtë ndeshje edhe ndeshjen tjetër që kena luajtur në Rogozhin. Është dëmtim i vjetër, shpresoj që mos jetë i madh dhe besoj që është i madh, por gjithsesi nëse do të jetë, do ta çojmë jashtë jetë për rikuperimin e patjetër. Ndërkohë kampionatit janë në parë. Da shijoni dhe shfrytëzoni të pushim të kampionatit? Gjergjoni kam thënë djemve që duhet të mbyllim të dyja fazat dhe do të kërkojmë të harrojmë vendin e parë. Jemi 1 pikë plus me 2 ndeshjet që kemi bën fazën e parë, kemi humbur me Dinamon, kemi fituar me Gnatjen, kështu që një barazim atje dhe një fitore sot jemi 1 pikë më tepër. Kështu që besoj të djem, besoj verbrisht të ta, besoj të karakterit tyre dhe bashkë me të tifozë që ishin stadium shpresoj të E di tani që i ke pa gjitha ekipet, kë shikon si rivalin kryesor të Vllaznisë për titullin kampion. Se ta po shihet që Vllaznia është për mua partën rivali kryesor. Unë shoh me thënë drejt shoh Partizanin në Tiranë. Partizanin në Tiranë. Profesor, pas pushimit ekipet kombëtar rikthenin fushë përsëri diçka për ndeshjen e ardhshme. Është shumë e rëndësishme rikuperimi këto 2 ditë që do jemi pushim, do të mbledhim gjitha forcat për me vazhdu më të ej, do të na kthehet Bismarku, do të na kthehet Droz, do të rritet gjendja e lojtarëve që janë dëmtuar dhe po losin me gjysmëkamet. Kështu që mendoj që do jemi më mirë, do jemi më të freskë, do jemi më të gatshëm. Profesor, deri tani keni qenë shumë e këmbë tokë sa i përket titullit kampion. Sa herë keni luajtur? Ka marrë më shumë formë tashmë kjo vllaznia drejt titullit. Jeni pak më i hapur. Senat, unë kam thënë që nuk munden më mshi mas gishit. Kur unë kam thënë që futbollistët e mi janë më të mirë, nuk e kam deklaruar. Por sot e them më me bindje sepse karakteri i tyre e kërkojnë me ngulm dhe e marrin atë që kërkojnë. Ne do të ulemi në kamp tokë, kemi një ndeshje jashtëzakonisht vështirë me Partizanin.
sepse kemi 2 javë pushim, po ne janë për dizainin vjen shumë shpejt. Qëjmë ta 2 ditë pushim dhe mëndhet i shtojnë as tërvitjes, tulim kokën fort, punojmë fort, sepse si jemi as në gjyrë rrugës, unë e di se që do me thonë një pushim 2 javor që do na shërbej një zakonisht shumë. Kam djem me mosht pjekun dhe gjithë se cili edhe në qovë se unë do t'jem euforik, pavarësisht se s'jam sepse e di mirë se që do me thonë kja punë, atë janë gjithë me kanë tokë, janë gjithë për ullën, punojnë si qetë nga mjesi deri në dorë, edhe kjo është e që më motivon edhe më banë me kanë me besim të kjo gjë. Ndeshjen e kaluar pati pak luhatje, portieri gjerman, por sot ju mbajtin lojë, sinqerisht. Po futbolli është i tillë, nuk mundesh me shit një portier ose një lojtar në momentin që është keq. Unë kam qenë futbollist vet, kam pas ndeshje të këqija që normalisht ndeshjen tjetër do është me kanë stol, por besimin edhe temin edhe lojtarëve e kishte, edhe mendoj që na shpërbleu më së miri.